Një 19 vjeçar shqiptar është riatësuar me sukses nga Sierra Leone pasi ati ndodhej në rrezik dhe mbahej peng. Përmes një njoftimi, policia shqiptare bën të ditur se pas marrjes së njoftimit nga nëna e të riut, organizoi punën për dërgimin e bluve nga Interpol Tirana dhe nga reparti special Renea në Sierra Leone për ta shpëtuar 19 vjeçarin. Po ashtu policia bën të ditur se Interpol Tirana koordinoi gjithashtu punën me Interpol Freetown për kthimin sa më të shpejtë të 19 vjeçarit në Shqipëri. Finalizohet me sukses operacioni i ndihmës dhe riadësimit nga Sierra Leone drejt Shqipërisë i një 19 vjeçari. Policia e shtetit pasi mori në rrugë elektronike nga Ministria për Evropën dhe Punën e Jashtme kërkesën e një shtetase që kërkonte ndihmë nga shteti për kthimin e të birit në Shqipëri, e cila pretendonte se djali i saj 19 vjeçar ishte rrëmbyer në qytetin Freetown të Sierra Leones dhe më pas kishte arritur të shpëtonte duke shkuar në stacionin e policisë së këtij qyteti. Bazuar në informacionin e marrë nga komunikimi mes Ministrisë së Jashtme dhe Policisë së Shtetit, rezultonte se 19 vjeçari ndodhej në gjendje të rënduar emocionale dhe për të mundësuar kthimin e tij në Shqipëri, ishte e nevojshme ndërhyrja e oficerëve të specializuar të Policisë së Shtetit për ta shoqëruar nga qyteti Freetown drejt Tiranës. Menjëherë policia e shtetit organizoi punën për dërgimin e punonjësve të policisë në Sierra Leone me qëllim shoqërimin e 19 vjeçarit, duke bashkëpunuar ngushtësisht me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për procedurat e pajisjes me vizë hyrëse dhe me oficerin e kontaktit të policisë së shtetit të atashuar pranë ambasadës shqiptare në Londër. Interpol Tirana koordinoi gjithashtu me Interpol Freetown për kthimin sa më të shpejtë të 19 vjeçarit në Shqipëri. Oficerët e policisë së shtetit udhëtuan drejt Sierra Leone, ku zhvilluan takime përfaqësues të Interpolit Freetown dhe pas koordinimit të nevojshëm u mundsua udhëtimi i 19 vjeçarit drejt Shqipërisë, i cili është realizuar pa asnjë problem. Nëna e 19 vjeçarit e ka falendëruar policinë e shtetit dhe Ministrinë e Jashtme për kthimin e djalit në Shqipëri.